Mëngjesi të gjithëve, zonja dhe zotëri, takohemi së bashku në këtë të martë, data sot në fakt shënon 4 gusht, si fillim do të lexojmë disa nga titujt kryesor çfarë ka ndodhur në 24 orët të fundit, e më pas do të jemi në pritje të telefonatave për dëgjuar shqetësimet që ju keni për t'i adresuar më pas në departamentin e informacionit ku gazetarët do t'i ndjekin në terren. Por pse jo për t'ju ndihmuar sadopak dhe vetë personalisht me një komunikim base me vetë personat që janë përgjegjës sa i përket problemit që ju keni. Ne vjojmë pa humbur kohë në oranews.tv në rubrikën nga vendi do të keni mundësi që të lexoni. Zjarri në palatin 34 të Shkëmbi i Kavajës, 6 persona përfundojnë në spital nga asfiksia. Një zjarr i rënë në një apartament në një pallat 34 në zonën e Shkëmbit të Kavajës ka shkaktuar panik mes banorëve dhe turistëve mbrëmjen e së martës. Si pasojë e tymit të përhapur në godinë, 6 persona janë dërguar në spital me vështirësi në frymëmarrje, ndërsa autoritetet kanë vënë situatën nën kontroll. Sipas informacioneve, zjarri ka rënë rreth orës 20:30 në një apartament në katin e 9 të pallatit në pronësi të shtetasit Enver Shala. Më tej do të keni mundësi të lexoni. Cëriku del në protest kundër territoriales, kundërshton bashkimin me Elbasanin. Orë kritike në Finiqi dhe Delvin, 3 helikopter në ajër për të ndaluar përhapjen e zjarreve. Bie zjarr në pallatin 34 në Golem, zjarr fikset hasin vështirësi për ndërhyrje, shkak lartësia e objektit. Aksident në afërsi të Mamurësit, 3 automjete përplasen me njëra tjetrën, paralizohet rruga në të dyja drejtimet. Emri dhe foto u përfshi në një aksident në Ksamil, teksa po drejtonte një furgon, 20 vjeçari nuk i mbijeton plagëve. Më tej do të lexoni emri 13 vjeçari në Tiranë shkon në banesën e të njohurit dhe përjeton makthin. 31 vjeçari arrestohet pas denoncimit. Zjarret nuk ndalen, një tjetër vatër shpërthen në opar të Moglicës, zjarr fikset nisin për të frenuar flakët. Zjarret në Mallakastër shuhet plotësisht një vatër në fshatin Hekal, sipërfaqja me ullishte shpëton nga shkrumbimi. Video, flakët kërcënojnë jugun, 2 helikopterët në aksion mbi Finiq për të ndaluar përhapjen e zjarrit. Më tej do të lexoni, Shqipëria e para për rrjetet sociale, Eurostat. Rendit të vendin ton në krye për përdorimin në Europë. Emrat, trafik e migrantësh dhe dokumenta false, GKK dënon grupin kriminal me 29 antar, Jasaburg do të vuajnë të pandehurit. Zjarri në malin e Matomarës del jashtë kontrollit, flakët i afrohen fshatit Vllahat dhe pritet ndërhyrja me helikopter. Aksident në Fier, makina përplas nga pas motomjetin, drejtuesi i tij niset me urgjencë në spital. Zjarri në Shkozet, tymi toksik vijon që të përhapet, banorët thirrje. Kemi lëvizur fëmijët nga shtëpia të merren masa. Vdekja e minatorit në Bulqiz, arrestohet drejtuesi teknik i subjektit minerar.
Dhe u masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe tentoi të viste një banesë, arrestohet 49 vjeçari në Korçë. Aksidentohen 2 automjete në aksin Fier Lushnje, 4 të plagosur. Zjarr në Finiq, flakët të përhapen drejt Mesopotamit. Aksident zinxhir në autostradën Durrës-Tiranë, rëndoi trafiku në të dyja drejtimet. Fluks pushuesish nga Kosova drejt Bregdetit shqiptar, mbi 50.000 hyrje në Morin gjatë ditëve të para të gushtit. Video, aksident në Fushkruj, plagoset një person. Trafikonin emigrant në këmbim të mira eurove pagesë, GKO dënon me 155 vite burg, në total 28 të pandehur. 5 kandidat për krye prokuror, nga Adnan Xholi e rikthimi Artamarkut tek prokurorët e Tiranës e Eurojust. Kuvendi nuk veproi brenda fatit ligjor, Unioni i Gjyqtarëve kërkon për llogaritjen e pagave sipas vendimit. Emrat dhe pamje të shtëna në ajër nga jahti në Palas, policia ndalon 4 persona, tentuan arratin drejt Greqisë, njëri prej tyre u hodh në det. Një mjet lundrues është ndaluar nga policia në det përballë himarës pasi dyshohet se nga bordi i tij është qelluar me armë zjarri në ajër. Policia bën me dije se gjatë kontrollit të kryer në jat dhe ndaj personave që ndodheshin në bord nuk është konstatuar asnjë send apo mjet i kundraligjshëm. Mëtej do të keni mundësi të lexoni zjarri në dardhë të Librazhdit vijon prej 6 ditësh, terreni malor vështirëson shuarjen e flagëve. Mëtej do të keni mundësi të lexoni të shtënat me armë nga jati në Palas mes personave të shoqëruar edhe biznesmeni i njohur dhe një shqiptaro amerikan. Të shtënat me armë zjarri janë dëgjuar mbrëmjen e kaluar në një jaht që po lundronte në Palas, ku 4 personat që ndodheshin në bord u ndaluan pas rreth 2 orësh operacion. Bëhet me dije se mes personave të shoqëruar janë Astrid Gjon Palaj, ish punonjës policie dhe pronar i kompanisë Globus Travel, si dhe Astrid Meta, shtetas shqiptaro-amerikan. Këta të fundit dyshohet se kanë qenë në jatë në momentin ku janë dëgjuar të shtënat. Ndërkohë gjatë ndjekjes, 2 personat që ndodheshin në bordin e jatit kanë tentuar të afroheshin në breg me gomone për t'i ikur policisë, por pasi kanë parë praninë e efektivëve në tokë, janë kthyer sërish drejt jahtit. Është pak më i zgjeruar ky informacion sa i përket kësaj ngjarje që ka ndodhur në fakt në një jat ku ka pasur të shtëna në Palas. Jet ski në duart e 12 vjeçarit në Dërmi, gjobitet me 10.000 lekë, pronari bllokohet mjeti. Në Bulqiz, 7 persona bllokohen në lumin Drini Jezi, evakuan nga policia. Shohim zhvillimet nga politika. Zjarri në Delvin dhe Finiq nën kontroll. 3 helikopter të forcave të armatosura në aksion për izolimin e flakëve. Mëtej, Blushi kundërshton reformën territoriale. Një banor i Dusharit detyrohet të bëjë 65 kilometër për një leje.
Deputeti socialist i del kundër propozimit për shkrirjen e Selenicës me Bashkinë e Vlorës, ka ekonomi dhe potencial zhvillimi. Video. Zjarri në Motomar përhapet drejt Delvinës, Zhupa të angazhohen ushtria dhe emergjencat civile. Qytetet industriale u lanë pas dore. Andoni, harta territoriale u ndryshua nga interesat zgjedhore, jo nga nevojat e qytetarëve. Shqipëri, Gjermani, 3 marrëveshje për energjetikën me financim rreth 114 milion euro. Kryemadhi i përgjigje Berishës, deputetja batuta në derë të Spakut, unë me barë nuk ngel. Koçiu, programi 2 fishosi për marrjen tënde, kredi deri në 2 milion euro në agroturizëm dhe agropërpunim. Nufi takon sportistët elitar të forcave të armatosura prezanton nismën për krijimin e klasave sportive në Akademinë e Forcave të Armatosura. Monika, kryemadhi në SPAK, paraqitet në prokurorinë e posaçme për masën e sigurisë. Garancia Evropiane për fëmijët, Ministria Sala, plani i veprimit 2026-2030 do të mbështesë rreth 100.000 fëmijë në nevojë. Blushi, shkrirja e 15 bashkive prodhon konflikt, cënon kushtetutën, kartën evropiane dhe vetëqeverisjen e komuniteteve, harta e re vetëm me referendum. Mëtej, Berisha, asnjë bashkëpunim me Partinë Socialiste, kryedemokrati i Partia Socialiste nuk merr pjesë në përzgjedhjen e kryeprokurorit. Mëtej, ndëron jetë bashkëshorti i deputetes së PD Selda Hoti, do të na mungosh gjithjetën. Konsulata serbe në Shkodër, boçi kundër qeverisë, po harrohet historia e qytetit. Vendimin po e merrni pa qytetarët, bardhi kundër draftit të Partisë Socialiste. Socialistët u bën flamingo, refuzojnë të bëhen sërish kavje. Fati i patosit dhe Divjakës në 12 vota, Luan Baçi sfidon deputetët e PS-s, tregoni nëse jemi me qytetarët. Shohim zhvillimet nga ekonomia, negociata Tiranë-SBA, ulet çmimi i naftës në bursë, reagon edhe Konfindustria në Shqipëri. Bizneset pesimiste, familjet optimiste, besimi sipërmarrjeve bie, ndërsa i konsumatorëve rritet gjatë korrikut. Besimi i bizneseve ra gjatë korrikut, veçanërisht në ndërtim dhe tregti. Në të kundërt, familjet u shfaqen më optimiste për ekonominë, çmimet dhe punësimin. Fakt, vlerësimi bazohet në pritshmëritë e bizneseve për aktivitetin ekonomik, kërkesën, kontratat, punësimin dhe ecurinë e çmimeve. Dobësimi i këtyre komponentëve tregon se sipërmarrjet janë më të rezervuara si në situatën aktuale, ashtu edhe për zhvillimet e muajve të ardhshëm. Niveli i besimit në të gjithë sektorët vijon të mbetet mbi mesataren historike, duke ruajtur prirjen pozitive të nisur pas rimëkëmbjes ekonomike që pasoi vitin 2020. Euro prek tjetër nivel historik, moneda europiane humbet afro 5% brenda një viti. Raporti, 44% e fëmijëve rrezikojnë varfërinë ose përjashtimin social në Shqipëri. Sondazhi i ri i shëndetësia, sektori më i korruptuar, lë pas gjykatat dhe administratën. Shëndetësia perceptohet nga qytetarët si sektori ku korrupsioni është më i përhapur në Shqipëri, duke lënë pas sistemin e drejtësisë,
administratën publike dhe qeverinë qendrore. Sipas sondazhit kombëtar për Shqipërinë të Institutit Republikan Ndërkombëtar, 36% e të anketuarve përmendën shëndetësinë kur u pyetën se në cilat nivele ose sektor korrupsioni ishte më i përhapur. Kjo përqindje është 12 pikë përqindje më e lartë se për gjyqësorin dhe gjykatat e përmendura, me nga 24% secila, dhe 19 pikë mbi administratën publike, me 17%. Pyetja ishte e hapur dhe që u lejua të jepnin deri në 2 përgjigje. Për këtë arsye, përqindjet tregojnë se të anketuarit përmendën secilin sektor dhe nuk përbëjnë pjesë e një totali prej 100%. Pas 3 sektorëve të parë, qeveria qendrore përmendet nga 9% e qytetarëve. Policia dhe arsimi marrin nga 6%, ndërsa kadastra dhe regjistrimi i pronave, partitë politike dhe politikanët, sektori privat si dhe prokurimet, tenderat apo kontratat publike përmenden me 5% secili. 18 qytetarë shohin korrupsionin si problem serioz. Xhamia e Muradijes të Sarit trashëgimisë kulturore në Vlorë do të restaurohet. Ballkani i ndarë për punojësit e huaj, shtetet që i mbështesin më shumë dhe më pak. Çfarë po ndodh me monedat e huaja, ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme? Si po i zhvat ju te kredit qytetarët, kredite shpejta, interesa të larta dhe fitime miliona euro. Shohim zhvillimet nga rajoni një muaj para burgim për të dyshuarin për krime lufte në Kosovë, gjykata ekziston rreziku i aratisjes. Pacolli dënon sulmin ndaj familjes Berisha në Zveçan, nuk do të ndalet kthimi i qytetarëve në veri. Mëtej, KFOR dhe policia e Kosovës forcojnë bashkëpunimin për sigurinë. Ulu tash takon në Hoxhën. Haxhiu konfirmon ftesat e Kurtit për partitë, takimet pritet të zhvillohen para 6 gushtit. Foto, PDK refuzon takimin me Kurtin, qëndrojmë në opozit. Kurti dhe Abdigjiku takohen në Kuvend, LDK pranon ftesën për reformimin e institucioneve. Kurti i fton partitë në takim para konstituimit të Kuvendit, Aleanca e Gjinit refuzon uljen në Tryez. Zjarre apokaliptike në Greqi, imazhet satelitore shfaqen për masat e dëmeve, 126.000 hektar toke shkrumbuar. Gjykata speciale lë në fuqi para burgimin për Hashim Thaçin, refuzohet garancia prej 50.000 eurosh. Negociatat për presidentin, takimet synojnë konstituimin e Kuvendit dhe formimin e qeverisë. Agjencia e Klimës e Bashkimit Evropian, zjarri ka djegur mbi 10.000 hektar në Athinën perëndimore. Ndodh në Greqi, autori deklaroi se vrau shtetasen britanike që të mos i konvertonte bashkëshorten në të krishterë. U përplas nga treni, ndëron jetë një grua në Pejë. Greqia, avion betejën me zjarret, flakët mbajnë në kërcënim e 2 zona, nisin ndërhyrjet nga ajri. Shohim se çfarë ka ndodhur në botë. Zelenski shkarkon ambasadoren e Ukrainës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Aeroporti i Istanbulit vendosë rekord të ri, regjistrohen 289.000 pasagjerë në një ditë. Trump paralajmëron Iranin, bisedimet nisin shpejt por kërcënon me goditje më të forta. Trump thot se bisedimet me Iranin po zhvillohen, Teherani mohon çdo negociat me SBA-n. Nafta në rënje pas ndalimit të sulmeve ndaj Iranit. Mëtej, Spanja kritikon Italin për emigrantët. Droni godet plazhin në Rusi pranë pallatit të Putin, 7 të vrarë dhe 10 të plagosur. Zjarret masive përfshin Washingtonin, shkatërohen 600 shtëpi e biznese dhe evakuohen mbi 60.000 banor. Aksident ajror në Bahamas, hidroavioni humb lartësinë gjatë ngritjes dhe përplaset me skelën. Lindja e mesme në pikën e tensionit SBA zhvendos mbi 20 anije luftarake dhe 2 aeroplan mbajtëse në rajon. Mëtej, Irani mohon Trump, nuk ka negociata me SBA-n, po flasim vetëm me Omanin. Vala e sulmeve në Afganistanin verior vën provë talibanët. Zelenski do të punojmë për paqen para dimrit, por Putin po përgatit sulme të reja. Zelenski riorganizon kupolën e sigurisë. Rustem Umerov emërohet shefi inteligjencës së jashtme ukrainase. Van der Leyen kërkon kufi më të fortë dhe reagim të përbashkët sa i përket krizës së emigrantëve. Kuba në errësirë totale, kolapsi i 4 i rrjetit energjetik në më pak se 2 muaj. India kaplohet nga përmbytjet, 14 viktima dhe mijëra të evakuuar pas shirave të rrëmbyeshëm. Në sport, Infantino në Shënjestër pas dështimit të projektit të madh të FIFA-s. Marash Kumbulla mbetet në La Liga. Europa League, hidhet shorti, Ignatia zbulon kundërshtarin e mundshëm në play-off. Tifozët e Spartakut dalin kundër Dakut me mesazhe fyese dhe mbështetje për serbët. Ishte e pamundur të mos i thoja po Bernardo Silva emocionohet pas transferimit tek Reali i Madridit. Ishin këto disa nga titujt kryesor se çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në oranews.tv. Në të gjitha rubrikat do të keni mundësi të lexoni këto dhe të tjera, por sigurisht që edhe ti lexoni më të detajuara dhe më të zgjeruara se çfarë ka ndodhur. Ishte kjo pjesa e parë e këtij emisioni, në pjesën tjetër do të kemi mundësi të kemi komunikimin me ju drejt për së drejti në ekranin e televizionit Ora News. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Mirë, jemi rikthyer në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, ku sigurisht jemi në pritje të telefonatave tuaja për ditën e sotme. Sot është data 4 gusht dhe është ditë e martë, ndërsa në këto momente ora shënon 7:26 minuta. Kemi telefonatën e parë? Janë 2 numrat e kontaktit ku ju mund të komunikoni drejt për së drejti me ekranin e Ora News. Numrin e telefonit 068 60 54 639 ose në numrin
Tjetër të telefonit 068 99 00008. Në këto dy numra do të komunikojmë së bashku, do të jemi deri në orën 9 në këtë transmetim të drejt për drejt për të komunikuar me ju. Për dëgjuar sigurisht edhe shqetësimet që ju keni e më pas për t'i adresuar drejt departamentit të informacionit ku gazetarët tanë sigurisht do të shohin në rastin për të gjetur një zgjidhje rreth problemit që ju keni. Vjojmë të presim telefonatën e parë në studio në dy numrat e kontaktit 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Në këto dy numra kontakti do të komunikojmë së bashku. Në ditën e sotme është e martë dhe data shënon 4 gusht. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi, përshëndetje. Të përshëndes edhe unë. Dëgjo. Më thuaj. Zonja Zonjush. Zonjë. Kam një diçka për të thënë për këtë hartën. Po, e bashkive. Po. Është një diçka për që janë ngritur në protest me Malia Poliçani, Patozi. Tani unë nuk e kuptoj, ju jam një qytetare nga Tirana dhe më bën përshtypje. Sepse ne 2 milion banor kemi ngelur në Shqipëri. A dëgjon zonja gazetare? Po, ju dëgjoj. Tani, kush qohet në protest? Unë si popull nuk qohen. Qohen ata që lën kariket, me gjitha të kryetarët e bashkive e kanë keq kuptuar se atje do ngelet njësi administrative. Për shembull, për shërbimet e qytetarëve të shërben, qoftë për paga, për pensionet, për të tëra. Po unë mendoj të bëjmë nga 26-3 vjet fare. Ose nga 120 deputet të ngelen 100, se është në kurisë të popullit. Nuk ka lekë qeveria të paguar pensionet. Shkus nuk ka pensionisti që ka punuar një jetë të tërë dhe ashtu. Dhe një diçka kam. Arben Malaj është 80 vjeç. Po? është 80 vjeç. Qa kërkon tani ai? Se suale ju si gazetare të drejtoni një institucion. Dialitimon që e kam i risë dega penale, ekselent, shësh kjo më dalin ai me orë 500.000 euro, ku i gjeti Arben Malaj këto? Ose kam sënë dhe njëherë të Klodi për atë Elisa Spiropalin. Elisa Spiropali i provoj të tëra moj gazetare, që nga sekretare rinjë në Partinë Socialiste, që nga ministre e me parlamentin, që nga kryetare kuvendi, që nga ministre jashme dhe 2 institucione kryesore, drejtore tatimeve dhe drejtore doganeve. Se unë jam njeri me shkollë dhe në profesione asaj kam. Si ka mundësi? Dhe dikujt ja hedh fajnun e gazetare, ja hedh fajn kontrollit lartë shtetit, që si merë të tërë t'i kaloj në sit, që nga prokuror, gjyqtar, që nga kryeministri, që nga ish kryeministri me rast të tërë. Ka të shikon, edhe unë duat vete të bëj plazh. Se tani kam dalë në pension, por nuk më del llogaria të ha buk. Qa është kështu më? Qarë është kështu? Ju si gazetar, këto duhet të zgrini. Jo një parti, jo tjetë. Shme duhet partia mua, më. Edhe unë dua ta bëj plazhin. Edhe unë dua. A duat vete unë në plazh? Mirë, zonjë, falenderoj për telefonatën. Rofsh, falenderit. Ditë mbar. E presim tjetrën e kemi në lindër ko, po mirëmëngjes.
Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Po çfarë po bëhet kështu me zënja, nuk e marrim vesh. Kryeministri para disa muajsh e poli me të madhe që do ketë ndryshime në drejtori që janë të veshur me pushtet. Gjithë po bëhet, nuk e marr vesh, ku e du. Nuk e kuptoj. Çfarë po bëhet? Unë jam një qytetar që po plas nga Vlora, edhe një shembull po të marr. Ri këtu në kratë të shkollës Salim Xhelo, edhe ajo drejtoresha është e veshur me pushtet. Ka që në kohën e Kushit, ku ishte Kushi ministri i arsimit, edhe sot mbrohet, kudo që e hapin e këmbës, mbrohet me emrin e ish ministrit të mbrojtjes. Çfarë po bëhet, nuk e kuptoj. E kam bërë nuk jam privat. Jo si janë institucione shtetërore. Nuk e kuptoj, nuk është skandal, nuk e di. Këto telefonatat e qytetarëve, nuk vjen në vesh të shurdha, po vjen në veshin e duhur. E ministri i arsimit, ai shikon këto shqetësime, i dëgjon. Nuk e kuptoj, me ta pjekan. Jo vetëm kaj, po këta duhet kalojnë në sit. Në sit duhet kalojnë. Ku ka qenë deri gjetë këthe kokën brapa, ku sot. Me një vit në punë, ben me polistrada, ben me... Nuk të do të më tej, se shumë sy kanë. I kuptoj. Mirë, zotri, falenderoj. Jo, duhet, ne kemi respekt për televizionin tuaj dhe kemi besim që ju s'du të alini me kaj. Këto shqetësime duhet të bëjnë diçka më tej. Se kryeministri, qofti mirë, qofti keq, njërë, ka shumë dëgëzime. Edhe ne qytetarët i verifikojnë këto defekte, ku janë. Am gjonë më tërë. Po, zotri, ju dëgjoj unë, patjetër edhe publiku. Me respektin më të madhë që besoj se duhet, nuk e di ku vend të telefonatat kujt gjithmonë në besimin e me djersuaj. Situata. Mirë, ju falenderoj vërtet për telefonatën. Ju urojmë gjithë të mirat e ditë të mbarë. Faleminderit, ditë të mbarë, presim tjetrën. Ne shpresojmë në fakt që ankesat tuaja të shkojnë në veshin e duhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Do të bëj një pyetje herë. Po. Si gazetar që jeni. Po. Atëherë kryeministri ka gjithë ca ligje të bukura të mrekullueshëm. Po nuk zbatohen. E në ligji i që marrë nga Albania përgjigja, që marrë nga Albania, hot të bëlliot energjie elektrike në fshat, kam shtëpiat, jam i smunëm, dhe këta honi ke marrë hipotekën. Se pa hipotekë nuk t'i lidhin. Kurse përgjigja më vjen nga kryeministria, që lidhet edhe në proces legalizimi. A më dëgjon? Po, ju dëgjoj. E kam që kosheja, këtëritaria. Nuk e njofën këta djemë më kënë një përgjigje, nuk e njofën këta përgjigje në kryeministrit, thonë, shko ka kryeministri. Kryeministri këtë të desi api hipotekën. Mos të sërullasi, këtë të sheja. E shkoj ka hipoteka, këtë janë proces legalizimi, e kom apër të tim që janë proces legalizimi, ato të hipotekës thonë me këtë proces legalizimi, ti do të marrësh blerës energjinë elektrike. Ta përgjigjen. Dhe unë po brek, kam 4 muaj, po shkoj para kryeministrisë për ditë, kam taku këshilltarët e kryeministrit, kam kërku takim me kryeministrin. Dhe ata këshilltarët e kryeministrit
me thonë ka shko, i ke ligën e gjinë elektrike, se jem regu me letra. Dhe atje ke ose e thonë, jo, shko kryeministri, se ka në shumë ligjin. Ligjin, ato të kryeministrin thonë ligji është, kur mungon. Kur të mungon thot hipoteka, ti do të shkot, marrësin për të tim, të proces legalizimi, e kom marrë freskat, s'ka 3-4 ditë. Nuk me po më srullasin, kom 6 muaj që po bëj përdalë, si do përproj. Ligji thot, atëhere ai kryeministri thot po të takojnë. Nuk e hipotekën, do t'japim të proces legalizimi thot, vërtetimin, e kom marrë nga hipoteka. Jo, i ke merë hipotekën në çdo kush fond të shres. I ke merë hipotekën në forë, të të përdeshe. Unë të drejtohemi unë tani. Unë për i drejtohemi për ditë kryeministrit me letra. Dhe më thonë, po më dalin, po më takoj këshilltar të kryeministrit për ditë. Më thonë, ke të drejtë, shko lidhej. Shko kjo që e thonë, ja nuk ke të drejtë. Shko merë hipotekën të kryeministria, thonë. Ata thonë, ti e ke ma letën proces legalizimi, jem rregull me letën e gjinë. Dje më kanë ja nuk ta ligën. Si do veprëm? Ligë 3. Për ligë 3, si do veprëm? Ku do shkojmë? Ku do i drejtohemi? Ligje e një thot, ose e thot ndryshe, kryeministria thot ndryshe, hipoteka thot ndryshe, kemi më në rrugës. Kjo problem ja keni treguar Klodit zotri? Të treben pa një tjetër. Klodit ja keni treguar këtë problem? Uno? Klodit, me keni konsultuar me Klodin këtë problem? Kujt? Klodit, kolegu tim. Me Klodin e? Po, e keni konsultuar? Jo, sot dje më kënë përgjigjen ta, dje më kënë përgjigjen zonjë. Okej. Të gjitha dokumentat që keni, zotri, mund të vi... Ja, nuk e marrë hipotekën. E kuptoj, po kam përshtypjen ka diçka tjetër që mbase ju... Shko marrë hipotekën të marrë me zorë unë, o zonjë, unë hipotekën nuk e marrë me zorë shtetit. Unë hipotekën nuk e marrë me zorë shtetit, e kom apliku për hipotekë, kom 5 vite. Dakord, pra është një proces që vënon hipoteka, por të gjitha dokumentat për ta parë dhe për ta kuptuar më qartë problemin tuaj, pasi në gjykimin tim ka diçka edhe më tej se kjo që ju tregoni, me të gjitha dokumentat përkatëse mund të vijë një ditë në televizion dhe t'i shikojmë dhe t'ju japim një zgjidhje. Pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Ju faleminderit për telefonatën. E presim ndërkohë një tjetër telefonat. Se kam përshtypjen për te i kësaj që ju tregoni, ka dhe diçka tjetër që mbase nuk doni ta tregoni ose nuk e di, por duket pak e çuditshme ajo që ju thoni që të mos... Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Po, zonjë, ju dëgjoj. Jam një banore në Durrës dhe jemi të interesuar për lekët e përmbytjeve. Kemi 3 javë që na thonë bashkia, jo këtë javë, u interesuam edhe dje, na thonë që do t'ja hedhin këtë javë në përbanga. Tash u bën gati 3 javë, nuk po e kuptojmë, apo bëjnë lojë këta me ne, apo... Lekët e kujt zonjë? Të përmbytjes të vitit 2025. Përmbytjeve. Tash di u interesuar në bashki, na thanë që do ja u hedhim këtë javë, po tash kanë dhe këtë javë që na sorollatin kështu. Tani ju pas keni shkuar, pas keni qenë atje dhe jeni interesuar, kështu që do duhet të presim derisa të kalojë afati i kësaj që ju kanë thënë, me shpresën se do t'ua hedhim brenda në kohë. Okej, faleminderit. Faleminderit. Ditë mbar, shpresoj që ti merrni sa më shpejt. Po, e presim tjetrën. Mirëmëngjes. 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 Tash unë jam një nga Rubiku, kam fëmijën ke shkolla profesionale në Roshan. Po. Edhe është për zanat me fjalë hidrolike. Kryeministri kur ka ardhur në Mirdit, i ka bashku këtë ato shkollën e Rubikut dhe ka shkruar profesionalen. E ka shumë Roshan. Sot ne nuk na japin transportin, ai ka thënë transportin do marrish. Tash ne s'na kanë dhënë. A dijon, si mund ta njeh? Po bëhet fjalë sepse tani në këtë periudhë jemi pushim zotri. Po fjalë që vit se shkruaj se 2 vjet të tjera na i ka dhënë shteti atje ke Rubiku.
Edhe ta nuk e ka dhënë Edi Rama. Vitin që... Edi Rama më duket se me fol keq për ta thot jamon. Për popullin nuk e di, zoj, ndoshta të ofendoj, po se që me më regulloshme, se unë jam 70 vjeç, kam fëmijën e vogël në Roshan. Edhe s'jam gjenje, min valit edhe atosh. Ai në ka garantohu se do të transportin do të hekon të gjithë profesionales në Mjerdit, atë ka shkolla është në Zefit. Për vitin që lam pas, vitin shkollor që lam pas, po thoni? Që lam pas, që dasën, që më të kërku vitin si inim, vitin si nuk e keni marrë, as një muaj? Jo s'kemi marrë se gjithmonë i japin fond të vitin. A jeni vitin. interesuar pranë ambienteve të shkollës në drejtoria atje? Jo, drejtoria thot, s'ka buxhet shteti. S'ka buxhet shteti. Buxhet shteti pat para to këngëtar me i pru 4 miliard euro, me i dhënë e në për to shtresat me nevoje të vafnit, edhe ato si i rajti janë 100 zonës të ke profesionalën ke shkolla Shnozefit në Roshan. E ma shumë mund tjenë, po këto të profesionales. Nuk i ka pague. Mane, a ka mundësi me na një mu ju si gazetare? Si mund të veprojmë na? Që unë marrë në protesta që e si ne në protestën. Me shkrim ja kam ba, ka i muj, ja kam ba me shkrim ati. Ati Edi Rams. Se kam shko, kam marrë një letër ka ajere, ja kam ba me shkrim. Se ve ujtë më zërnë. Nuk keni marrë përgjigje? Jo, pasha zotën. Se ka hap letën me një hap, a letën zërtar, se ka frejkë se heka. Dresh, jepëm nuk e di, si jepëm me të njëri. Aja është i pa në poshtër me këtë popull. Unë si jepëm për kishë lërnët, unë jam 72 vjeç, fëmijën e kam 18 vjeç, ka i për 19, të është unë nuk di gjë se që të bëj. Unë një invalid, grona kam smon, këta nuk na vrojnë hiq. Invalid, të paraplegit, asë se në vishë vrojnë deputet, hajdudat e këto, në ki maru ki popull. Shamë gjëgjën e në verë, pas ka pa qanë maj me haj se këto, plysht që të kanë dalë sot. Vishë hajdudat. Unë nuk e diti, zojt, kërkej falje, jetës, jam të pëj kafe, që nuk që nga e mrekullushme si gazetare. Falemderit, zotëri. Ta si, po patë mundësi, në dirë se ke me në një që mund të organizosh, si gazetare, në një ma, kërkojmë njëm si jemi 100 zanës që nga ka mashtrohe. Se duhet me bojkotohu mësimin për vitin e 4. Mas për shumë në shkollë, sa është mashtrosi nëmër 1. Falemderit, zotëri, për telefonatën, e shpresojmë që ta ke dëgjuar Ministri e Arsimit të probleme më ishme në sepse, këtë ju kemi shpes, vetëm nga gazetarë, se qërtë nuk janë, ato janë pavarën. I qartë, ne do ta përcjellim patjetër në Departamentin e Informacionit. Jetë gjatë, e kalosh me erë këtë ditë. Falemderit, ditë mbarë edhe ju. E presim tjetërën, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Halo. Po, zotëri, ju dëgjojmë. Quhe Majri Allushi. Po. Unë kam problem me pjesën e persekutuar. Jam i persekutuar, kanë shpëndar 4 këste deri tani 20 vjetë rresht, dalin aty për këstin e 5 tonë e erdi në gazetën Panorama dhe përfundimisht gënjej. Dokumentat i kam bërë më rregull 3 herë dhe tani të freskëta që të kishin numërin e bankës ato rregullat që duhen atje. Dhe përfundimisht talën gënjej si ish puna. A mund në ndihmoni të flisni me ta? I qartë. Se këta janë gënjestra me si hapu. Vajtëm 20 vjetë, në rrot, mua më është dënuar babaj me vdekje. Po më ndihmove, falemderit, po të desh numëri telefonin në thuaj të ta jam. Falemderit, zotëri, për telefonatën, do interesohem për këstin e 5. E presim tjetër? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, urime për emisionin. Ore, desha flasë kam një problematik me fjallu borë rreth si 6 vjetë, 7 vjetë. Kam pas një pronë dhe më erdhen në mënyrë abuzive, erdhen më grabitën. Po?
me vendim gjykatet fituar me kartel pasurie me të gjithë firma ndërtimit ma mori me forcërisht, por unë nuk i vë faj firmës, për i vë faj shteti, se shteti është regulatori kryesor, janë institucionet ato që nuk do t'i lejojnë këta bandit që të veprojnë si mas dëshirës tyre. Kam kaq kohë që u lëra se bërtasën për televizione dhe përfundimisht nuk po gjej zgjidhje. Më shmar prona, po them është në mënyrë abuzive komplet dhe nuk duan t'ia dim fare. Dhe kemi një kryeministër që tallet me qytetarët kur u lërasin qytetarët për të drejtat e tyre. Me çfarë pretendimi ju është shmar prona? Këta i dhoj njerëz, këta dhoj grabit qarës, këta korpat e zi të Beogradit kërkojnë të ngrejnë kapitalet mbi kufomat e shqiptarëve. Kemi kaq vjet që vujmë në përdyret e gjykatave dhe nuk po marrim zgjidhje. Sa qeveria e ka ardhur funi. Kam 7 vjet. Quhem Aleksandr Doçi, nuk e di, ke qenë dhe ti pjesë e emisionit. Dhe këtu bën një padrejti, bën një poshtërsi çdo qytetari, çdo pensionisti, të gjithë grupeve të interesit. Është vetëm për të shkatruar këtë këmbë. Ky është realiteti këtu në Shqipëri. Kto kisha, faleminderit. Faleminderit edhe ju, ditë të mbar, dhe më vjen keq për këtë që ju ka ndodhur. Mirëmëngjes, po. Ka rënë linja. E presim një tjetër telefonat. Më vjen keq vërtet për zotrin, i cili thotë që prej 7 vite shendem në dyert e gjykatave dhe me vendim gjykate i kanë marrë pronën që mund ta ketë të trashëguar ose të blerë me djerës, çrëndsi ka përsa ka një vendim gjykate. Prona është e tia. Shpresojmë në fakt që drejtësia të vihet në vend. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Kam dhe unë një hall. Po. Kam çuar dokumentat në kadastrën e Fierit. Kadastrën e Fierit dhe më thanë që unë jam kati parë. Duhet të jetë edhe ai që është lartë. Ai që është lartë, më duket se ka vdekur fare. Ku ta gjej unë? Që unë të paguaj, se kam bërë një shtesë 14 metër. Edhe kjo shtesa duhet të jetë dhe ai lartë që unë ta paguaj. Po ai lartë ka ndonjë familjar se... Po nuk, po ku e di unë më atër, ai është në drejtim pa ditur. Tani unë i kam bërë edhe veç, edhe bashk, thot ai që duhet i bësh. Tani unë nuk mund të paguaj lekët e atij që është pa ditur. Qa të bëj unë? Ata dhanë e morën, i pan dokumentat, i kam shumë të rregullta, se kam folur dhe me atë çunin tuaj. Tani unë ngela si testa ujë, unë dua ta bëj atë. Çfarë ju ka thënë ai çuni që keni folur? Ai më tha që do mi dërgosh mua të gjitha dokumentat, i dërgova. Ja ke dërguar? Ju ka kthyer përgjigje? I çova te era Albania. I çova dhe te kadastra. Po. Kjo që nëna ata më duket se duan lek. Se ta njeri jep 1,5 milion dhe mere. Tani unë jam pensioniste. Burri pensionist, që të më bëj unë tani? Ka ngell mes 4 rrugëve. Mere shënim po deshe emrin e burrit? Jo, për sa kohë është një çështje, ma jep emrin për t'ja përcjell dhe një herë kolegut, duke qenë se ai është marrë me ju, ma thuaj? Po. Ylli Sami Driza. Okej. Ka një shtesë 14 metër. Në Fier, tha? Në Fier. Kati përdheja jam unë, në Fier. Okej. Do t'ja rikujtoj dhe një herë kolegut. Që nëna, po ai më ti aty vinë ca gota, po vinë gota këshu, nuk duhet të flasë. Vinë edhe ikin, më ti për ku është ai, nuk dim gjene. Tani pse ta vuaj unë o shpirt, duhet t'ja jap shpinë gotës, se neve jemi gati për të vdekur, t'ja lem asaj. Nuk ja lem dot se
nuk është 14 metër që i shënuar. Ne kemi gjitha dokumentat, kemi lënë. Dëgja, është dhe ai Ervin Qela në kadastër. Ai mi mori gjitha dokumentat dhe tha, ikne në ikse dhe ta bëj filane. Ai më tha mua që doja pas lek. Për sa t'ja lek, dokumentat me lek i kam bërë tëra. Do t'ja rikujtoj unë, zonjë kolegut, edhe një herë si shqetësim dhe më pas, kur të vi, Klodi kontakton. Jemi dy pensionistë dhe duan që t'ja lëm qupës këtë shtëpi. E di, e kuptova. Nuk ja lëm dot, se s'ka dokument për 14 metër. E qartë. Mirë, unë të falenderoj për telefonatën, shpresoj që ky problemi juaj të zgjidhet sa më shpejt. Inshallah më ndihmon, rrofsh. Ditë të mbar. Shpresojmë të zgjidhet sa më shpejt ky problemi juaj dhe të mos e keni më këtë shqetësim. E presim ndërkohë telefonatën tjetër, po mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni dhe ju. Unë jam nga Vlora. Po. Tu e Merir Mesano, kam një hall shumë të madh, 50 vjeçar më nën, po se kam zgjidhur. Cili është halli juaj? Hyrja ime ka qenë 2 dhoma e nguzhin. Gjitoni ka ishte 7 fëmijë në atë moment, edhe burri tim i erdhi keqe dhe i dha një dhomë. Me një kuptim dhe nëpërmjet drejtorit të ndërmarrjes Pelat Xhepi, se kishte ai dërgak këtë personi këtu. Burri im ka punuar inxhinier. Po fatkeqësia më iku. Më vdike, më la 4 fëmijë tim. Unë me zi i kam rritur, kërko dhomën i bia një në koridor, flinte një. Se dhoma që kam unë janë të vogla, 3 me 4, ajo ishte me e madhe hydje. Gjyqe, më i zëmër ma zgjasin mua se do mike dhe para shumë. Me gjitha të para kam dënë 1.600.000 deri tani. Me problemet e mia që janë me 5 operacione. Në zëvër e rande. Edhe ka vajtu në lushnje tani procesi im. I gjyqit. Unë s'kam këm të vete në lushnje, ku do të zhidhinë në këtë. Të lushnje më ndërmon juve. A e keni folur të gjë me kolegun Klodi Karaj? Jo, për herë të parë jam u fut e ti, për dhe zoti mu fut e ti. A keni ju një avokat? Kisha avokatën e kam atje, po kote kam se përderi sa vajtën dhe komentant në lushin, ajo jetë dorejtje, mori parat e saj ajo dhe zotën dita një zëmra. Vete atje e gjishtë më shumë të mbyllur atë. Zyrën e asaj në gjykatë. Unë s'kam asë këm me zëmrë, jam me zhjesi. Por është një çështje që është në proces gjyqësor dhe për sa kohë nuk është shprehur gjykata, ne nuk kemi se çfarë të bëjmë. Më mirë kupto, por nuk mund të flas sepse ne nuk kemi mbi gjykatat, duhet ta kuptosh. Po, nuk e zgjidhin gjykatat, unë kam parë në televizor shumë gjëra këtu janë zgjidhur. Jo, e kuptoj, po është një çështje që ajo çështje që ju po thoni është në proces gjyqësor. Dhe pa u shprehur gjykata, ne po ai tani më pret mua të ja tarasi punë kësaj tjetër. Kur vetë do në lusje me zëmë. Kush të pret të japësh parat, për çfarë? Po jam e si kërkoj që dhe s'më bëri, avokatja që mora unë. Shiko, shteti jon ka mund të japë dhe nëse ti nuk ke mundësi që të kesh një avokat tëndim personal, shteti ta mundëson edhe një avokat falas. Po, ku do i bëjnë në këto, ku di unë këto, që ishe private avokat e parë. E kuptoj, por ke mundësinë që të kesh dhe një avokat falas në mënyrë... Po mirë, po ku do të gjej unë avokat? Ta jep shteti vetë, ta jep gjykata vetë. Ku do dojtojës në atë vetë në gjykatë të kapa të marin? E kuptoj problemin. Jo, s'ke kë kapa, s'këndës. Po qa do bëjë unë vërta më mësohë shpisë, si kur jam gjyshja jote, pejtër në majote.
E di, nuk kam çfarë të bëj. Sepse më ndihmon në zotë do të bërë state në jetë, state. A keni ju ndonjë fëmijë ose ndonjë nip ose ndonjë mbes që t'ju ndjek nga mbrapa? Në momentin kam djelin e mas të më ka ardhur se qoj vëllaj gruas një aksident të rëndë dhe kam të. Do të sugjeroja që t'ja tregoje djalit këtë problem dhe t'i thuash që gjykata, t'ja përcjellësh edhe këtë, që gjykata ta mundëson një avokat falas dhe ti mund të lësh një prokur që gjithë procesin le ta ndjek avokati pa qenë e nevojshme që ju të shkoni fizikisht në gjyq. Unë në momentin shpiti jam në Itali. E kuptoj. Jam në stesat e italiane dhe operacionet që kanë bërë 5 që kushtonin miliona. E kuptoj zonjë, por kjo është vetmja. Edhe pse je në Itali, me një prokur mund t'ja lësh avokatit të ndjek procesin gjyqësor e më pas nuk ke nevojë fare, mjafton të kontaktosh me avokatin. Ku do ta gjejsh avokatin? Avokatin, nëse ju nuk keni mundësi që ta paguani vetë, ua mundëson edhe shteti. Unë kaq kam mundësi, unë vetëm informacionin mund të jap. Jo, ku janë këta që të marrë një tasje të më qoj? Ta mundëson vetë gjykata ku ke edhe çështjen. Besoj isha shumë e qartë. Falenderoj për telefonatën, më vjen keq që je në këtë situatë të vështirë, por po të më dëgjosh do ta kuptosh dhe gjëja nuk është aq e vështirë sa që ju e bëni. Pra nëse nuk keni mundësi, gjykata, shteti ju mundëson një avokat dhe nëse nuk keni mundësi që të shkoni pra ta ndiqni të gjithë procesin gjyqësor, sigurisht mund të lëni një prokur avokatit tuaj dhe gjithë çështjen e ndjek avokati, me përjashtim të rasteve kur jeni të detyruar të shkoni në gjykat me vendim gjykate kur ju kërkon gjykata. Mirë, shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin Ora Juaj. Në këtë momente ora shënon 8:04, do të jemi së bashku deri në orën 9 ose 8:50 në pritje të telefonatave tua. Për të dëgjuar ankesat dhe shqetësimet që keni e më pas për t'i adresuar drejt të zgjidhjes, sigurisht edhe për të analizuar atë çfarë ju mendoni. E presim telefonatën. Mirëmëngjesi. Sonila nga Durrës i flasin. Po. Jemi ke këto banesat sociale. Po. Edhe shkojmë në pagu qërana. Shkojmë në Korrik, janë me leje. Shkojmë në Gusht, janë me leje. Përshë, ne jemi pensionista me 40 gratë, shkojsh të pagu qëran dhe thonë janë me leje, Korrik, Gusht, të i kanë me leje. Një pyetje ndeshta. Se unë e di që leje një muj për çdo punë, edhe Gushtin që e ka me leje. Nuk zëvendësohet ajo zonjë që është aty me leje? Po, ju keni thënë për shembull se çfarë ndodh? Momentin nuk japën përgjigje, pikërisht isha dje, edhe tha, është me leje. Zonjë thashun. Po ku do të paguash ti? Është me leje. Erdhën Gusht, është me leje. Nuk e dhejnë dot një lajmërim që fillon datë. Ne nuk punojmë. Ne jemi pensionista, ne me zi kur them ato lekë që paguajmë qeran në shtëpisë. E kuptoj, shpresoj që të shkojë ankesa juaj në veshin e duhur dhe të vinë nga lejet se Zemra, këto po shkojnë ke veshi shurdhur, se ato janë shurdhu gjithë se nuk jep njeri përgjigje, vetëm njëra ishte aty. Gjitha e informacion që ishte aty, ishte vetëm njëra që ishte informacione për të gjitha ato që ishin aty. Me 40 gradë shkush atje dhe mos pagush lekat, ne me zi kur sejmë ato zemër. Se me 100.000 lek pension jemi. I themi se ti heqe, mos kemi boshdrim me shtetin. Po një përgjigje, po nuk kanë thaj ato me zemër, se kanë nga 20 vjet në atë karrike dhe t'japin përgjigje kështu. E kuptoj. Nuk e di, se ku mungojnë letrat në vu një lajmërim.
një lejmërim, do punojmë në shtator dhe në më të shpejt. Jo shkojmë ne aty pensionistat. Ishte temperatura 40 gradë, dje shkova edhe nuk marrova punë. Shkova në korrik është me leje, shkova në kusht është me leje. Nuk marrokin leje të këtyre asnjëherë. E qartë, kuptoj ankesën tuaj, faleminderit për telefonatën, shpresoj në fakt që të ketë një reagim sa i përket të kësaj situate, për shkak se ashtu siç e thatë edhe ju, në temperatura 40 gradë Celsius të dalësh edhe të mos zgjidhësh punë të vjen keq. E presim tjetrën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Posoj. Jam një zoj. Me shumë halla, me shumë probleme, të përshëndes që qeka një gazetare e mrekullueshme. E mrekullueshme. Të uroj të gjitha në jetën tënde. Tamam nëna jote, jem në moshën këtë 10. Me shumë probleme, shëndetare. Po mor rrugë as në një vend. Një thot ke moshën. Një thot ke lodhur shumë një jetë. Ku do të zgjidh nëna këtë problem? Do themim ne, po protestojmë, po bëjmë luftën e madhe. Të them nëna si nanë, se edhe unë e vujtur jam. Shumë në jetë. Shumë në jetë. Ama dish një gjatë. Kushdoj që të hiqët, kushdoj që të zihet, mjerë ne për këtë Shqipëri. Si që kënë mush këto, shtetët me lek, gjithë hajdut, edhe ato që do vinë, mo keq. Mo keq. Kush do jetë në protestus, djali im, djali jot, djali tjeti. Një loj janë. Nuk më mush menje nënës asë një. Kam jetu, jam gati këtë 10 si ajo ko, si kjo ko që ka ardhë, si Berisha, si Edi Rama, si Shqipëria marë, hajdut. Hajdut janë, s'ka të keqe nëna. Të uroj nëna gjithë të mirat. Faleminderit. Që e ka një gazetare, lumaja nënë, që t'ka bon, e lumaja që t'ka pas fat, që t'ka morë, ose do t'marri. Faleminderit. Të pusë nëna shumë. Faleminderit, ju përqafoj edhe unë. Zemre nëna state. Ditë të mbarë. Shpirë të kam, zemrë. Faleminderit për fjalët e mira, për këto emocione që më përcillni. E presim telefonatën tjetër. Po, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, zotri. Të vitim dhe zëtë jenë rapor. Faleminderit. Ty e student tonë. I këj popull e kam thënë edhe dhja të jetu si gjartë në ngurë. Ma ga sepse ato po këj popull nuk e di se si me kenë. Ma morën motorin 4-9 ma bon 7 I pat torkat më ropa, po i pat greke, nuk punojnë torkat greke këtu, e mja huqen torkat, e ma plaskiten, e ma bon prap 7 Shkohen gjyq të këta, se më futën gjyq, me më denun, me më futën burg. O shkikim që me më futën burg, sun motorin e kam ble. E kam ble, me lek. E kam ble në dyqan, sikur shesin ta, orizinë ambulatorët e qa shesin ta. Unë e di se ta shesin po. Na pa i home, së të pojmë zonë. Se më këtu tonë që unë, di që kështë me djerë, por nuk një gjerë kush. Pashat mollin zët, ndenun 6 muj dëdërim paratitje. Pashat mollin zët, pashat mollin zët, për ta baj 3 herë 30 herë që ta në gjojnë tonë popë shqiptarë. Po si më boni, si më ndenaj 6 muj, pa më denuj diti 1.000 lek, ose 2.000 lek, ose 3.000 lek, lushin, për ma tërë, aje kolna vajtje, aje pishun, aje këto, ku je, si je, me bo lushin... Një pyetje kam unë. Një pyetje kam unë. Helmetën e kishit vendosur në kokë, kaskën e motorit? Pasha prishtit bo.
pasha Krishtin, që drilë tokë e qilë, pasha të mollit zot që drilë tokë e qilë, kostë në gry. Edhe grunë nota, Po gruaja e kishte? Ma bon me kjo, e kena urdhë, me ta bon me gruaja e kishte helmetën? Po. Pra e kishi të dy? Të dy me s'ka thonë. Qërë po kam? Jo, nuk kam si të Vjen nipi, se e du ma fërë se vedin. E qërë? Bani zogru se ta në pëtombi. Ande me nga të rubuni një se Alio me do punë, por i ka thonë gjyshi, ki kujdes se gjyshi i ka kalu këta prova këta jetat torturës, e pasha zotin e duva fërë se vedin, po dikush e shtojnë që më thëmlon me full. Po unë do të flasë dhe që të ndonin shmirti, që më ku ke nonën hëtë smere. Faleminderit për telefonatën, e presim ndërkohë një tjetër telefonat, deri sa zotria të zgjidhi edhe bisedën me nipin apo me familjarët që ka aty. E presim tjetrën? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit. Ju mirë. Mirë, çka, ju flasim për një shqetësim që kemi në ndodhë, Isuse se zajnjër. Këto ushqime tona, më të gjonë? Po, ju të dëgjoj. Dhe ta ullë që televizori më falë. Këto ushqime tona, ham që ham kontrollohe, këto se është berë bapiloni, të dash në trek, ik merë një sharqi, edhe bojt kuqë me ilaq brenda, kuto shiringë në të tërë, marim dhe i hedhim poshtë. Ato 5 dek, ne pensionisë që jemi. Shikoni, se qeveri s'ka me, i shikoni ju media. Penin për të vetë, shikoni qani sharqi të kuqë, gjak. Dhe që hanë, hengra një në thellë në ata, më kërciste barku ti më qupë. Edhe që të themi gjerët të tjera, i dini vetë më mirë se sa neve juve. E qartë, mirë, të falenderoj për telefonatën. Ne në fakt sa i përket sigurisë ushqimore kemi folur shumë, qoftë edhe në emisione televizive, qoftë edhe nëpërmjet kronikave informative. Vazhdimisht i kemi kushtuar një vëmendje ushqimeve, atyre se çfarë ne ham, i kemi ngritur problemet dhe ju mbetet në dorë institucioneve për të reaguar, për të marrë masa ndaj subjekteve që nuk respektojnë sigurinë ushqimore. Ajo çka ne kemi për detyrë është që të ngrëmë zërin për një shqetësim e më pas janë institucionet që veprojnë duke marrë masa. Në momentin që nuk marrin masa, sigurisht ne na mbetet për të ngritur zërin, asgjë më tepër nuk kemi në dorë. E presim telefonatën tjetër në 2 numrat e kontaktit 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Në këto 2 numra kontakti do të komunikojmë drejt për së drejti në ekranin e Ora News në emisionin Ora Juaj në këtë të martë. Data shënon 4 gusht dhe në këtë momente ora shënon 8:16 minuta. Do të jemi deri në orën 8:50 minuta së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, në këtë komunikim të përditshëm nga hëna në premte me ju. E presim telefonatën. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Urime për emisionin. Faleminderit. Ashti populli bën mirë që bën protesta, sepse ato duhen dhe janë të nevojshme. Falni, se
Në anë të protestave do të zgjidhet diçka një problem. Dhe kryeministri nuk është i aftë për kryeministër Edi Rama. Edi Rama nuk është politikan. Edi Rama ka bërë plazh nudo dhe juve mund të thoni që është përveçësia e njeriu, po në Shqipëri nuk i ka ardhur koha për të bërë plazhe nudo. Plazhet nudo mund i bëjnë brezat që do të vinë, jo neve. Edi Rama nuk qeveris mirë vendin. Edi Rama duhet bëj dorëheqje dhe një orë më përpara sepse qeveris shumë keq vendin ai. Në përbotë protestat bëhen dhe policia protestuesët i tërheqet zvarr në rrugë. Zvarr, kurse këtu në Shqipëri nuk bëhet ajo punë, nuk tërheqen zvarr protestuesët. Ata janë më të egër. I tërheqen zvarr protestuesët, këtu jo. Tani që i uroj gjithë mirët dhe paçi shëndet. Faleminderit zotri. Për telefonatën. E presim ndërkohë një tjetër telefonat. E presim telefonatën tjetër. Ndërkohë më duhet të informoj zotrin I cili u shpreh për këstin e të përndjekurve, këstin e 5 të përndjekurve, më informojnë që kësti I 5 ka filluar shpërndarja dhe po nis sipas kategorive. E presim telefonatën. Po, mirëmëngjes. Bordha. Urdhroni ju. Po, zotri, ju dëgjoj. Po dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Po t'ja dresh pas ke porda shumë më I bënë. Ashtu? Po përse ke dalë falë, zote atë. Si thuti? Më falë. Përse ke dalë atë. Pse? Po ti s'di bejdur kërkam. Po, kur të bëhesh ti drejtor, do ta marrim mendimin. Për sot s'ta marrim dot. Pa njësit Kobardhish dhe në Tirana. Po unë nuk të kuptoj se po flet me dialekt, por nuk po ta heq as telefonatën se kam dëshirë t'i dëgjoj se kritikat gjithmonë të përmirësojnë. Me ka jam të hola në përgjima, po më rasin o. Jo, po. Është shumë e lehtë për të identifikuar se kush jeni, por unë nuk merrem me njerëz të vegjël. Po një gjë, pa ti ka libe dhe Rama. A nuk deli shqiptar me adhon I plumën krya. Pa të plumën kry më shose. Jo, qa po thotë, se s'po e kuptoj. Pa I mëti shqiptarët e shqitit tonë Shqipnin më. Po jam I një gjë. Më dëgjoj pak një sekond, të lutem. Me keno. Një sekond pak. Po flisni, o zotri, po flisni për mua apo për Edi Ramën, se s'po ju kuptoj. Jo more për ty jo, po për Edi Ramën. Po thash se më the mua që nuk jam unë për këtu. Mendova se më thatë që nuk jam për këtë punë. Ja, për të zrat, po pse flisni mirë për ta, a për një atë rogë, I në shqit jo shqiptarë. Po. Thash tashi se s'po të kuptoj se po flet me dhe me dialekt. Ma zamaket. O, kukara kjo Shqipni. A del kush me morqur gome dhe jelma. Se jam vëzim se I di. Morqua është gjë, dhe kush me dalë për para Edi Ramës.
E me në turin. Mirë, faleminderit për telefonatën qatë nuk... Mua nuk më lejohet të komentoj, por ajo që unë ditë them është që Edi Rama është aty ku është sepse e keni votuar ju. Do me thënë ju mbase jo, por shumica e qytetarëve. Dhe prandaj është kryeministër. E presim një tjetër telefonat, ishte shumë e vështirë, mendova se më tha pse ke dalë ti aty. Nuk arrita do ta kuptoj, por gjithsesi mirë bëm që nuk ja shkëputëm, ta lirim flas, edhe pse në fakt duhet të flasim brenda etikës dhe të respektojmë njëri tjetrin, se është shumë kollaj të shohësh një numër aty, të shohësh një emision që është drejt për së drejti, ta telefonosh dhe të shprehësh vrerë, të shash, por mos harroni që shumë identifikueshme se kush ka telefonuar. Do bëhet ndonjëri shembull që duke sharë dhe duke mallkuar, do ta çojmë numrin në organet kompetente dhe të merren masa. Mbase e bëj dhe unë. E presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jo da, ai që i foli tani e Marsori. Të flasin qik më Shqipa i, të mësoj qik Shqipën dhe të flasin ta kuptoj se se kuptoj, se unë i kuptoj gjitha dialektet, po atës të kuptova fare. Tani asu nuk e kuptova, por tani nuk do ndryshoj gjuhën ai. S'kemi çfarë t'i bëjmë. Atë Jo, sa të shem, po të mundohet ai që të flas qik më Shqip. E di unë tani qatë, nuk kemi se qatë i themi. Tani, putemi në tem tani. Në tem, po. Unë të gjoj shumë që janë kohë njërë, për këm? Drejtësine, po. Këta e kam bërë me shumë që, e kam bërë që ikëm nga diktatura edhe prapë në diktaturë, e se një da gjenë, që a kërkojnë këta. Kjo vetëm protesta është gjithë. Protesta tani është e pa, do të thënë, nuk ka, kjo protest nuk ndalet me. Rama Qalë ka ta shikoj e të shpokët të pësuri qafën, se ka nga e ban me, ka iku kjo punë. Diktatura merë fund një herë për gjithmonë. Okej. Prandaj, të mos akuar fare njëzët, vetëm të vendë protestët ati e se gjitha. Prona ti, 7.500 njerë që po së hojtë nuk i pet prona. Ty se i pet prona, i ka dhe në likë aty. Ta zjej me mira dhe kamera, Rama e Saliu, të dy, maskarejnë. 2 klyshat e Ramizalis. Mirë. Ku që ka dhe prona të Ramës, Dordonesi e po buqa, ku që ka dhe? Faleminderit shumë që më dëgjove. Faleminderit edhe ju për telefonatën, do ju lutesha që të komunikoni brenda etikës. Nëse nuk e kuptoni fjalën etik, do ju lutesha të flisni pa sharje dhe pa ofendime. Pa mallkime. Se nuk zgjidhni asnjë gjë, domethënë duke sharë, duke mallkuar, duke ofenduar, nuk zgjidhni asgjë. Do ju lutesha vërtet. Mund të analizoni, mund të komunikoni, qetë, s'është e nevojshme fare as ta ngrini zërin, s'është e nevojshme fare as të fyeni kënd, sepse ngritja e zërit nuk do të thotë që ju jep të drejtë për atë çfarë ju thoni. E presim tjetrën. Mirëmëngjes. Nga durë si u shqetësojmë, si jeni? Mirë, faleminderit, nuk më shqetëson fare. Tashi, kam një kërkesë drejtuar policisë shtetit. Po. Në rrugën ditësore në Durrës dhe në rrugën e plazhit futen tralla, furgona madhe që punizojnë
subjektet, a nuk është e mundshme të vihet një orar për ato që ose makina e grumbullimit të mbetjeve futet në orën 2, në orën 14:00, në orën 13:00, në kulmin e piku që ka lëvizje trafiku, futen dhe morën ato kontiniet e plerave. A nuk ka ne mundësi që të bëhet para orës 6 ose mas orës 11 natës kjo punë? Së është shqetësim për qytetarët dhe për turistat. Unë e di që ka një orar në fakt. Jo, absolutisht. Në kulmin e pikut, në orën 14, në orën 13:00. E kuptoj. Qarkullojnë tralet e mbledhjes së mbetjeve. Okej. Edhe autostrade një të gjallë, trala pa fund, në pikun e ditës. E qartë, mirë. Faleminderit për telefonatën, e bëj edhe unë këtë thirrje. Jo, të lutem, kam dhe diçka, të shi. Unë nuk e di në çdo vend botës, unë di se ka një orar, për kur ti s'ke mundësi ti afrosh qytetarit një rrugë alternative, të vjet një kufizim këtë në këtyre tralave. Unë në fakt e di që është një kufizim, por... Absolutisht. është rumpall që nuk e merr vesh i parë ditën, absolutisht. Bashkojmë me thirrjen tënde se kuptoj shqetësimin njësoj si ju. Okej, gjëra të mira. Ditë të mbarë, faleminderit për telefonatën, shpresoj që policia të marrë masa sa i përket këtij problemi, shqetësues vërtet, aq më tepër në sezonin turistik ku përveç se qytetarëve që shkojnë dhe bëjnë pushime, kemi edhe një numër të lartë turistësh të cilët vizitojnë vendin tonë dhe sigurisht të tilla situata e bëjnë shqetësuese jetesën për ditëshmërinë, pushimet. Shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak në pjesën e fundit. Mirë, rikthehemi në këtë transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit të emisionit Ora Juaj në pritje të telefonuesve. Nuk e di nëse kemi telefonatën. Kemi dy numra kontakti që ju mund të na kontaktoni, 068 60 54 639 ose 068 99 00008. Në këto dy numra kontakti do të kemi mundësinë për të telefonuar dhe më pas për të komunikuar në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin Ora Juaj, në ekranin Ora News, në emisionin Ora Juaj lapsus. Do t'jemi së bashku deri në orën 8:50 në pritje të telefonuesve për t'ju dëgjuar rreth ankesave apo shqetësimeve që ju keni, sigurisht edhe për të bërë komente të ndryshme rreth çështjeve të aktualitetit. Të paktën në këto 2 javë që do t'jemi së bashku, sepse nuk e di nëse Klodi do t'ua lejoj më pas që të flisni për politik, por unë ua kam toleruar me qever. Ua kam toleruar. Kam pasur në fakt të shqetësime të ndryshme, qytetarët që janë drejtuar emisionit sot, duke filluar që nga pagesa e përmbytjeve në Durrës që nuk i kanë marrë. Kam pasur probleme me ligjet të cilët nuk zbatohen, sa thonë që ligjet janë ekzistuese, por në fakt nuk zbatohen. Ka pasur shqetësime për pagesat që nuk i kanë bërë në kohë sa i përket pagesave të banesave sociale, zonja e cila tha që punonësit janë me pushime dhe për 2 muaj shkon në sportel për të bërë pagesën dhe nuk gjen asnjëri. Ka pasur sigurisht probleme për rrugën dytësore, për problemet e kamionëve të cilët apo fugonave të mallrave të cilët nuk respektojnë orarin që kanë, nëse kanë, ose nëse nuk kanë, duhet ta kenë. Po e prisim.
Trujti molli zot. Faleminderit për jush. Sofen baktia, I kapi smunja, a njohim në lek, po pret me shet naftën kë ma shtajt, për me dhon lek për Sofja? Me I groposën me vetna. Veterinar të ardhën I pone, medit të Shkodrës ardhën I pone. Po lekun, ku këna na? Po jam 71 vjeç, po I zuj. Jam 71 vjeç. U qatë tona për bashkë, ushtërinë e morën këta, blektorinë e morën këta, stallat I morën këta, magazinat I morën këta, armët I morën këta, tokët, blektorinë e ushtërisë e morën këta, pasha kryte të fëmijëve se di 100 lek për këta punë. Kam vete leti 32 lëm tokë. Ne I poqa 32 lëm unë kërkoj varje. Kam morë tokë njëtë sa më të këndojnë me më qu mu vratë me shokë. Me tokë dojnë me më qu mu vratë me shokë. Po pëse mu morë unë të posë tokën dhe me këtu që e kam dhe në 73-shin, e I zotë I shpisa është I kja shpici jam unë, ati I thojnë gjemë shokë së reci. Nuk I thojnë as në shnoci, as kë për I ngatrojnë vete, e në të me bo poshtësinat. Sa I ka tokë shumë tu, e dojnë ne shita, me botë vetën, me bone bisnes, ta me fut kuadrët e vetë, sigur kanë fut për pension, sigur kanë fut për punë, sigur kanë fut për jetesën, ata ka në regull, nëse kënë në regull. Dikush për ishë rrugën e, të kalu rrugë smolle. Dikush për ishë rrugën e blokët e për ishë rrugën e molle. Pse? E ka në gurin e orëndorë me motër. Unë kam qef, një medje e postën. Me morë telefonin dem, jo komra të heqma, vesh telefonin dem me alon të në bocë, me komër telefonin dem, mos I baka pru zoti I telefon sigush. Peshe mrapa. Ma ka pru sakë zotit, të lumë të për dhe ma ka pru fëmija, po ka pru leku jam se jo fëmija. Kam qef, dikush, se për kryt të fëmive nuk di me bo as fota, as mesazhe, as kur lo. Betën di me full. I kja full e eme nuk nollet se ma kalon amanet pese dumja, pas drejtë, pas dhejnë sa ma të letë, kamen në gjut të me ka vu, kur kanë dasht me morë me pushkatu. E qartë, mirë. A dhe më shtojnë letë barabar si për babin deme, për nonën deme, pasha zotin. E më tha, mas qapave mas fëllë. Qa në inë mas kalzo, po kur bindi të fëllë. Po jam të folë dhejtën e zotit, po jëtë këtë tërkujnë, po dhejtën e të mollit zotë që më kalon amanet. I këtë amanet më kalon edhe motra ati që ka kënë, që ka kënë gjajle motra vetë. Pasha zotin jam përshun ka mërësoj. Pasha zotën jam përshun ka mërësoj, I ka hënë gjajlë. Se? Ti me hongër, unë mos me hongër, dhe në me hongër të njësejmër. Dhe në me jetu të njësejmër, me shku të doktori njësejmër. Dhe në me shku të kanoli me vadit njësejmër. Jeti 10 herë unë asiherë. Jeti 10 herë me loga unë asiherë. Pse? A I kanë kriju kushtë dhe veta për veti këta. Në të së qashtë ishtu unë kërkajvorje. Faleminderit, nuk ekziston ligji me marrje. Faleminderit për telefonatën. E presim ndërkohë telefonatën tjetër. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt, në fakt na kanë mbetur edhe 9 minuta kohë për të komunikuar së bashku edhe këtë të martë, data është 4 gusht. Për të komunikuar në këtë transmetim të drejt për drejt edhe për ditën e sotme në një hapësirë ku është dedikuar enkas për ju për të qarë hallet së bashku dhe për të përpjekur së bashku t'i zgjidhim në dy numrat e kontaktit 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Ju mund të kontaktoni, të telefononi për të bërë pjesë e emisionit Ora juaj për të ngritur shqetësimet që ju keni e më pas të përpiqemi t'i zgjidhim ose të përpiqemi që të gjejmë më të mirën
e mundshme për një zgjidhje. Se mendoj që çdo gjë ka një zgjidhje. Jemi në pritje të telefonatave, ne në fakt po thoja që në këtë të martë ka pasur ankesa sa i përket edhe ushqimeve. Ushqimeve që qytetarët shprehen që janë me ngjyrues, janë me pesticide. Në fakt, ne her pas here kemi trajtuar një problem të tillë, madje kemi kërkuar edhe kërkesë llogarie pranë institucioneve përkatëse. E presim telefonatën, po mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë. Atë unë i tengo me përdo më soj diskulturë kulturale top. Se në shqiptarë të një, do t'i e zonja, po të një zonja do t'i merë. Gjithë borë do t'i e zonja të. Da e të një shukë që për ne përaj. E vedor se, do që e zhokë, e të zonja do t'i merë. Sa që i pasë, e përshërë që i pinë. Ma në kumësit, do të që i mërë ti, ma në vajtë i do të të bëndë vajtë ti, të të mbëllë, të vajtë të përshërë me njërë. Ma në vajtë bërë më e mundë. Kam më pak pësaj, kam bërë për të qëtarë, pa një që jetë më në në qëtarë, me të e përmijës, i vërë të të përmijës, i të më të e këmi aktisë kulturës, kulturës top. Në e vërë e akturës. Atë, mund që s'ma për një fesë studia, që dhe përdet, që dhe bërë e zërë, dam, përndet, pati se suksese. Unë të falenderoj për telefonatën. Zotëria në fakt është Ilir Xhengo, një ish futbollist shqiptar që ka luajtur në moshë të re me ekipet e Partizanit, por për shkak të një aksidenti në 93-shin ai pasi kaloi edhe një gjendje kome, gjendja e tij është përkeqësuar, por janë këto pasojat e atij aksidenti. Nuk kemi arritur ta kuptojmë për shkak edhe të këtij komunikimi të drejtë për drejtë, por unë e njoha për nga zëri dhe u kuptua se kush ishte. Është për të ardhur keq që në fakt se si një ish futbollist i njohur të lihet në këtë gjendje. E presim tjetrën, po. Mirëmëngjes i zonjë. Mirëmëngjesi. Vlas nga Vlora. Po, zotrin. Respekte për juve, respekte. Faleminderit. Dëgjoj. Po. Kishja një qetësim. Te juve aty u dha një lajm shumë i rrezikshëm. Një lajm shumë i keq. Qa po bëhet? Ka një jetë të gjithë, që nga 92 deri në sot, nuk kemi besim të çojmë një prit mbesat, të çojmë në Kopësh, ose në këtë. Po flisni për rastin e edukatores? Po, ti vetë aty. Dëgjone, qarë bëhet me këtë popull? Si kanë turp, moj, si veni fosi në punë të tillë njerëz, moj. Po si ajo ku rre fëmijën e tjetrit do ketë mëshirë për fëmijën e saja. Për fëmijën e saja, ku ti jep Zoti fëmijë, o Perëndia e madhe, që dynja ja e kërkoi me qiri fëmijën, me fëmijën, bagojnë para. Duhet bagojnë kurse një pasuri të papar që të bëjnë fëmijë të shpërdhur. Po ka një jetë gjithë, moj, s'ndjehet fare as qeveria as gjë. Po ç'është kjo çfarë? Ajo familje që kërcon atë fëmijën në Kopësh, çfarë ka? Mos e ka gjë. Edhe qëni që është qënë, mbronë më shumë nga njërzit, që një qënë bënd 250 euro, që ndete i merë ajo atje, por është turpë, moj. Unë kam parë rrugës që rajnë fëmirë,
Qa janë të nëna më soti, zonjë, o zonjë, më dëgjon apo s'më dëgjon? Të dëgjoj dhe unë, përveç se është denoncuar si rast tek ne, është analizuar edhe... Më falë, po dëgjoj, do më dëgjosh një sekund tani. Po, do të dëgjoj. Këto denoncime janë kot fare nuk bëja asë një gjë. Këtu është një, ka mëmë si të skubet u sandej, që s'pjesi fare asë për fërmi, asë për gjë. Këtu është gjëndja me rezishme se në lufta që bet andej. është me rezishme. Ka një jetë gjithë që rrien fëmijët brënda. I kështë futur ajo 3 pëllëma, të më futësh mua 3 pëllëma, ke mund si të mbjeri i prakë. Ku e t'ju si i bëndora, moj, si i bëndora, që nuk qëndot në një familje, më falë, nuk qëndot në një familje doqe, ti veja tje edhe i takon, qa i takon, ti zonjë, të rash fëmin tëmë, të të rajnë fëmin ty, ata i takon, plumi i takon. Plumbi jo, por në djenin time zonja është arrestuar nga forcat e Nuk ka të gjëgo, më falë pak mëj, po e them kështu tani, po e them kështu në atarimi, po nuk ka gjyq më qa gjyqe, ku dënojnë gjyqe tani, ku dënojnë në 6 muaj burg, paguajnë para. Po shturbëj, më vjen keq, më dhëmë se shumë se kam një për vetë moj. Edhe dua, përshëndes nipin tim në Italia. E dua, vdes për atë. Po të rajnë fëmit moj, unë rrugës bëj flash moj, shikoj fëmit, që kam shpëtuar një fëmi, po të thesë në sinceritet dhe gjo ma pak të ishe e uoj. E mërte fëmin e ndyrte në pusë të detit, që kam mysh, që shket. Unë, ajo nuk tinte gjuhën shqipe, edhe foli njëri, unë moj, po të flet për fëmin moj, që do bjeri post, edhe kuku, do flet top. E kuptoj zotri shqetësimin tuaj, ju jeni gjysh thatë që nipi është dashuria juaj, pa diskutim, se kot nuk thonë që nipri dhe mbesat janë mjaltit. O mëdra, se nuk kam në zëmshuri për fëmit, po kam për qëmë, i pusin qëmë të rrugve. Të kuptoj, edhe kafshët duan dashuri, edhe fëmijët duan dashuri. Dere tani kafshët janë kafshët. Po për fëmit, unë s'kam pa një të pusi një fëmi rrugës moj. Unë ju kuptoj zotri, sepse e di shumë mirë se unë jam nënë, e kam vajzë 19 vjeç, kështu që e di shumë mirë. Faleminderit. E di shumë mirë dhe më shurim për fëmijë. Për tyra se jepi sike, se kam folur disa herë me ty. Unë jam ai që flas aty, na Vlora. Faleminderit. Ne ata dy. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, më duhet ta mbyllim. Ju kuptoj dhe shpresoj që të merren masa dhe raste të tilla sigurisht mos përsëriten. Po aq që ndjeshme jam edhe unë sa i përket sigurisë së fëmijëve apo kur dhunohen fëmijët, jam tema e ndjeshme se e di vetë shumë mirë se çfarë do të thotë. Të rrisësh një fëmijë edhe të ta dhunoj dikush tjetër është e pa imagjinueshme dhe unë nuk e perceptoj dot realisht të më dhunoj njëri fëmin tim, sepse kam kaq vite që i kam rritur dhe përveç se e kam kritikuar me fjalë, nuk mbaj mend një herë të vetme që ta kem prekur me dorë apo ta godasas, nuk e perceptoj dot realisht dhe të njëjtin shembull duhet vërtet çdo prind ta marr. Ju falenderoj, ishte gjithçka për ditën e sotme, ne shpresoj që të kemi dhënë më të mirën me mesazhe, kishte edhe nga ato mesazhet ku nuk ishin për të marrë shembull, por ne të marrim më të mirat. Faleminderit, ditë mbarë, shihemi në edicionet e radhës.